Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. E ka filmuar, Iliri përjashtohet sot nga ferma gjatë Prime-it. Një video është shpërndarë në rrjetet sociale nga ish konkurrenti i fermës, Akili, ka nxitur diskutime mbi të ardhmen e balerinit Ilir Shaqiri në garë. Në pamjet e publikuara dëgjohet vazhdimi i përplasjes verbale pranë pishinës mes tij dhe shkrimtares Mimoza Ahmeti, ku tonet dhe fjalori i përdorur kanë kaluar rregullat e etikës së programit. Në pjesën e re të materialit, Iliri drejtohet Mozës me një gjuhë të ashpër dhe paralajmëruese për ditët në vijim. Hajde mu afro nesër prap, do të fus mu te gropa. Qa birë qelpsir femër, ta tregoj unë ty. Kjo deklarat ka mjaftuar që në rrjet të aludohet për një thyrje të rëndë të rregullore së formatit, sa i përket ofendimeve dhe sjelljes ndaj banorëve të tjerë. Ndjekësit e spektaklit kanë kërkuar masa penalizuese, duke pritur nëse produksioni do të marrë një vendim për përjashtimin e tij, apo nëse situata do të kalojë me një paralajmërim gjatë mbrëmjes së sotme gjatë spektaklit live.